Vdekja e Stalinit. Fundi i një epoke dhe pasojat e saj në historinë botërore. Josef Vissarionovich Zhukashvili, i njohur ndërkombëtarisht si Stalini, ishte një nga udhëheqësit më të fuqishëm dhe më të diskutueshëm të shekullit 20. Gjatë periudhës së tij në pushtet ai udhëhoqi Bashkimin Sovjetik për më shumë se 2 dekada dhe ndikoi në mënyrë pa precedent në zhvillimin ekonomik, politik dhe ushtarak të vendit. Vdekja e tij me 5 mars 1953 shënoi fuqinë e një epoke të trazuar, duke hapur rrugën për ndryshime të mëdha brenda vendit dhe në skenën ndërkombëtare. Në vitet e fundit të jetës së tij, shëndeti i Stalinit filloi të përkeqësohet. Ai vunte nga probleme të rënda shëndetësore, përfshirë hipertensionin, problemet zemrës dhe disa herë sulme në tru. Raportohet se ai kishte probleme të mëdha me shëndetin që e shoqëronin gjatë viteve, duke bërë të pamundur për të qeverisur në nivel të plotë. Me 1 mars 1953, ai pësoi një sulm në zemër të rëndë dhe u shtru në spital. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk arriti të rikuperohej dhe ndërroi jetë me 5 mars në moshën 74 vjeçare. Vdekja e Stalinit shokoi vendin dhe botën. Në Bashkimin Sovjetik, shumë shokët e tij, veçanërisht ata që kishin vuajtur nga terrori i tij, ndjejnë një kombinim shprese dhe pasigurie. Në fillim u shpat lajmi si një ngjarje e madhe shtetërore dhe u organizuan homazhe masive. Megjithatë, brenda disa javësh u zhvillua një proces i njohur si destalinizmi, ku u nxorën në pa shumë prej politikave të tij ekstreme dhe terrori shtetëror që kishin shënjuar periudhën e tij të udhëheqjes. Pasojat e vdekjes së Stalinit. Hapja e rrugës për reformim. Pas vdekjes së tij u futën në jetë politika të ndryshme për të rivendosur më shumë liri dhe për të hequr qafe politikat represive të periudhës së tij. U hapën rrugë për një periudhë të quajtur Thau, ku mundsua një hapje më e madhe në kulturë, shkencë dhe politikë. Ndryshimet në strukturën e udhëheqjes. Pas vdekjes u ndan përplasjet midis grupeve të ndryshme brenda Partisë Komuniste Sovjetike për të përcaktuar drejtimin e ri. Nikita Khrushchevi u bë udhëheqësi kryesor i vendit dhe nisi një periudhë reformash të mëdha, duke përfshirë denoncimin e personazhit të Stalinit dhe reformimin e politikave. Pasojat ndërkombëtare. Vdekja e Stalinit ndikoi edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, ndërsa ishte një figurë e frikshme për shumë vende. Vdekja e tij solli edhe shpresë për një periudhë më të butë të politikës së jashtme dhe për përpjekje për paqe. Vdekja e Stalinit është parë nga historianët si një pikë kthese në historinë e Bashkimit Sovjetik dhe të globit. Ajo shënoi fundin një periudhe terrori, por gjithashtu hodhi bazat për një periudhë të re të ndryshimeve të mëdha. Ndërsa disa e vlerësojnë atë si një figurë që i solli industrisë dhe fuqizim dhe vendit zhvillim, të tjerët e shohin atë si një udhëheqës që shkaktoi vujtje të mëdha për popullin e tij, deri në internim në Siberi. Vdekja e Stalinit nuk ishte vetëm një ngjarje biologjike, por një moment historik që ndikoi thellësisht në rrjedhën e historisë. Ajo shënoi fundin një epoke të trazuar, por dhe fillimin një periudhe të re të ndryshimeve të mëdha. Në strukturat politike, shoqërore dhe kulturore të Bashkimit Sovjetik dhe të shumë vendeve tjera, pasojat të kësaj ngjarje janë të ndjera edhe sot, duke u reflektuar në historinë dhe politikën globale.